Selamu alaikum wa rahmatullah. Nëse bie Bajrami dhe Gjumaja në një ditë, siç është e parapame me ndodhë në këtë Kurban Bajram të vitit 1446, apo në këtë Kurban Bajram të vitit 2025. Nëse falim namazin e Bajramit, a kemi obligim me falë edhe Gjuman? Apo nëse falim namazin e Bajramit në bie Gjumaja? Sheikhul Islam Ibn Taymi rahimahullahu taala e jep një sqarim dhe thotë kështu: Elhamdulillah. Kur Gjumaja dhe Bajrami ndodhin të njëjtën ditë, dietarët kanë dhënë 3 mendime. Mendimi i parë, obligohet falja e Gjumas për atë që ka falur Bajramin, ashtu siç obligohet falja e çdo Gjumaje, bazuar në argumentet e përgjithshme fetare që tregojnë detyrimin e faljes së Gjumas. Kjo është mendimi i parë. Mendimi i dytë, Gjumaja bie për banorët e largët, si ata që jetojnë në fshatra ose zona të thella, ngjashëm me atë që ka ndodhur me banorët e zonës El Avali apo zonat bujqësore në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse Uthmani radhiyallahu anhu u dha leje atyre të mos vinë në xhami për xhumë pasi kishin falur Bajramin. Dhe mendimi i tretë, edhe është më i saktë, ai që ka falur namazin e Bajramit, për të nuk është detyrim falja e xhumas, por imami duhet ta mbajë faljen e namazit të xhumas, që mund ta falin ata që dëshirojnë ose ata që nuk e kanë falur namazin e Bajramit. Kjo ndodhi është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe nga shokët e tij si Omeri radhiyallahu anhu, Uthmani, Abdullah ibn Masudi, Abdullah ibn Abbasi, ibn Zubairi, e kështu me radhë. Dhe nuk dihet se dikush prej sahabëve ka kundërshtuar atë. Kjo është pjesa e parë, argumenti fetar. Tani shifni domthon ata që kanë mbajtur këtë mendim, kanë mbështetur, do thotë, në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili një ditë për ditë kur ndodhi me bo bashk Bajramin edhe Gjuman, e fali Bajramin, pastaj lejoi mos falni Gjumas dhe tha: o ju njerëz, ju e keni fituar një të mirë të madhe, e ai që dëshiron me fal Gjuman e fal, e ai që nuk don, nuk e ka detyrë me e fal, e na do e falim inshallah taala. Kjo është aspekti fetar, aspekti objektivor, analiza e arsyeve logjike fetare. Imam Ibn Taymija rahimahullahu thotë kështu: e para, gjithashtu, kur dikush e ka falë Bajramin, e ka përmbush qëllimin e pjesëmarrjes në tubim masiv të besimtarëve. Kështu që s'ka nevojë edhe me ardhur për xhumë, me marr pjesë në tubimin masiv, kështu që qëllimi i xhumas është realizuar me Bajramin. E dyta, ti obligosh njerëzit të falin të dyja, edhe Bajramin dhe xhuman, i vështirëson atyre jetën, u aprish gëzimin dhe i lodh ata. A qëllimi i Bajramit është shlodhja dhe gëzimi. E treta, po ashtu dita e xhumas është ditë feste. Edhe është rregull fetar kur dy festa bëhen bashk, thot Imam Taymija, nga natyra e shariatit është që kur bashkohen dy festa me adhurime të njëjta, të njëjtës natyrë, atë njëra përfshihet në tjetrën. Ashtu sikur se përfshihet abdesi në gusull apo një gusull në tjetrën. Edhe kështu që do thotë masi është qëllimi festa e Bajramit, festa e xhumas, janë dy festa, atë festa e xhumas hinë mrena në festën e Bajramit, edhe nuk ka nevojë me falë edhe namazin e xhumas. Allahu e din më së miri. Pra kjo është sqarimi i kësaj mesele dhe besoj që përveç argumentit fetar edhe kemi argument logjikshëm, edhe i mjafton kjo besimtarë për ta kuptuar në mënyrë më të mirë të mundshme se në këtë Bajram si duhet veprojmë përveç faljes së Bajramit, a duhet ta falim edhe xhuman. Kjo flasim a duhet, a kemi obligim. Kurse s'prish punë, ose s'ka dyshim se është më mirë me fal xhuman ai që s'ka ndonjë angazhim. E fal Bajramin, e merr sevapin e Bajramit, edhe je në vend ku ka xhami, ku ka xhamat, e fal edhe xhuman, mirë më mirë. Po muhabeti është nëse je në lëvizje edhe s'mrin me fal xhuman, nuk e ke obligim me fal drekën atje dhe kjo të mjafton ty inshallah taala. Një sqarim shumë i bukur, me argumente fetare, me argumente logjike dhe të përshtatshme për rrethanat që na gjendjem edhe jetojmë. Allah i madhëshëm na dhash ymër me emri Bajramin, me mëkatet falura, adhurimet pranuara, me gradat të larta të Allahu xhelal, e inshallah taala me ndryshimin e gjendjes së ummetit islam për ka më e mbarë dhe më e mirë. Zoti shpëlbeft. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.